Çfarë i streson më shumë të rinjt sot? Një pyetje që u rikthye në vëmendje edhe pas ngjarjes më të fundit asaj të vetvrasjes së një 27 vjeçari, duke hapur sërish debatin mbi problematikat me të cilat përballen të rinjt në vend. Të intervistuar nga Blu Televizion, qytetarët e Vlorës evidentojnë si shqetësime kryesore, papunësinë, mungesën e perspektivës dhe pasigurim për të ardhmen. Sipas tyre, vështirësitë ekonomike dhe pamundësia për të integruar në tregun e punës janë burime të vazhdueshme stresi për të rinjt. Një tjetër problematikë e theksuar nga vetë qytetarët është ekspozimi të rinjve ndaj drogës, si dhe ndikimi faktorëve të tjerë negativ social, që po shfaqen gjithnjë më herët në moshë. Sipas tyre, mungesa e aktiviteteve, mbështetjes institucionale dhe kontrolleve të vazhdueshme e bën këtë kategori më të cënueshme. Ai problem që na qeveria vëlla, pas ashtu tash. Tu s'ka qeveri, nuk bën gjë. Ti shikon, kim në vjedhje, nuk kemi frikë gjë lajmet. Se dëgjoj për ditë afrasje, plagosje ku diu. Çfarë i streson më shumë të rinj që arrin të marrin këto vendime? Si të vetvrasja? Po du, çfarë të bëjmë, ata pinë droga. U pëlqen vetja. Ne vetë të rritë se ne jemi moshe marë. Ana psikologjike, psikologjia e tyre. Ana ekonomike, më shumë, nivel ekonomik, pastaj tjetër. Çfarë mendoni ju se ndikon? Sa ndikon, papunësia. Ekonomia e dobët. Të gjitha ndikojnë. Faktorët ekonomik dhe faktorit e papunësisë. Po mendja kokës, se s'merrem me punë, po të merresh me punë, nuk dikën mendja. Çfarë ka ndikuar? Po dim. Se di, ato të llogarase ke fjalën. Nuk e di dhe ne habitëm, moshë e re. Nuk e shpjegojmë dot. Po jo vetëm ai rast, ka pasur dhe raste të tjera të rinj të sot. Nuk e di, ne nuk e dim çka ka pasur. Të rinjtë sot, po s'u morën me punë, nuk është mirë. Puna është ajo që formon njeriu, që kalon dhe disfatat e kanë të këqija të më. është dhe në arri shumë këtë. Të 27 vjeç sa ishte. Çfarë ndikon të këtë rinj që kanë kaq shumë stres? E që kanë jetë papunësuar. Jetë papunësuar. Ky është faktori i madh. Si? Po faktorë të tjerë. Ky është faktori tjetër. Ara tjetër gjendje familjare. Mund të kenë një pensionist, baba, nënë, e këta djemë vajtë 30 vjeç sot, s'kanë shnor një muaj në librez, s'ka librez punë, s'ka librez punë. E bëjnë se s'ke më rini të pa milosur, të pa droguar. Dhe kjo droga, ne kemi problem. Unë jetoj në lagjen Pavarësia. Jam alergjike, atje punohet si në 7 Bagdad, që të dëgjosh, qa të dëgjosh. Kam vajtur edhe jam ankuar, qa të them. Në streset, më shumë streset, asgjë tjetër. Ka streset, ka shumë ta. Stres në dashuri, stres në varfëri, stres në gjitha gjërat. Këto kanë qenë dhe më përpara? Jo, dikur kanë qenë të barabartë njerëzit. Qytetarët kërkojnë më shumë politika konkrete për punësimin e të rinjve, investime në arsim, sport dhe kulturë, si dhe një rol më aktiv të familjes dhe institucioneve për të parandaluar përfshirjen e tyre në fenomene të dëmshme.